Benzioni, djali i Zionit në hebraisht, miqësoi ekstremistët revizionist si Aba Ahimer, të cilët donin të krijonin një shtet fashist në Palestinë, promovonin përshëndetjet e Il Duce, fashiste italiane, dhe ishte një nga tentatorët e mundshëm të liderit sionist të punës, Haim Arslorov. Por në vend të një revolucioni sionist revizionist, Benzion përfundimisht zgjodhi një karrierë akademike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u kthyer në Izrael vetëm në vitet 1970. Benzion Netanyahu e ndante plotësisht incitimin e Jabotiskit për krijimin e një muri hekuri midis Izraelit dhe fqinjve të tij arab. Marrëveshjet e Oslos, ankohej babai plakuri Netanyahut, ishin fillimi i fundit të shtetit hebre. Kështu pas tërheqjes së Izraelit nga Gaza, ai mbështeti rikthimin dhe pushtimin, edhe nëse kjo do sillte vite lufte. Dhe deri në fund të jetës së tij të gjatë, ai mbajti para gjykimin orientalist evropian. Tendenca për konflikt është thelbi i arabëve. Ai është armik nga natyra. Ekzistenca e tij është një luftë e përhershme.